Drenasi ka mbet pa kryetar, por partia që ka shumicën në këtë komunë nuk i përmendi zgjedhjet e jashtëzakonshme në mbledhjen urgjente të kryesisë së degës së PDK-s. Zëdhënësi i kësaj partie thot se tek në mbledhjet e radhës do të diskutohet çështja e zgjedhjeve e të merret vesh kush do të jetë kandidat për të pasuar ish kryetarin Nexhal Demaku. Mirë po, të gatshëm janë LDK-ja për garën elektorale. Tash jem në proces të zgjedhjeve të brendshme të forumit rinis dhe forumit gros. LDK-ja është çdo moment e gatshme për procesin zgjedhor. Jo zyrtarisht, Klani merr vesh se partia e kryeministrit Mustafa si kandidat potencial për kryetar në zgjedhjet e jashtëzakonshme në Drenas do të ketë kryetarin e degës Bedri Nika. Gatishmërinë e njëjtë e kanë edhe në vetëvendosje. Ne hymë zgjedhje për me fitu. Të pas parasysh që kemi një alternativë qeverisë e cila garanton ndryshim të gjendjes politike dhe ekonomike në Drenas. Edhe pse vendimi zyrtarisht do të merret këto ditë, kandidati i mundshëm për kryetar komune nga vetëvendosje është Shemsi Elezi. Pak më ndryshe u deklaruan nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në dënime drakonike kundër një grupit të luftëtarëve të lirisë në Drenic, nuk kemi se si të kuptojmë ndryshe përposi një përpjekje për barazimin luftës lirëtare të UÇK-s me ato krime serbe të kryer në Kosovë. E bashkëndjejmë me luftëtarët e lirisë dhe familjet e tyre që po e përjetojnë padrejtësinë mbi kurrizin e tyre. Nuk e mohuan se janë të gatshëm për zgjedhje, por aktualisht ata janë të fokusuar në solidarizim me ish kryetarin e Drenasit. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në Drenas, sipas ligjit, duhet të bëhen më së largu pas 45 dite. Ato shpallen nga presidenti i Kosovës.